Do të njemi tani edhe me parashikimin e motit për gjatë kësaj jave, në një linjë të drejt për drejt në Skype, kemi Anira Gjonin, specialiste e Institutit të Gjeoshkencës. Përshëndetje, mirë se erdhët, Anira. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, mëngjesi sotëm, sikur se pam ugdhime temperatura shumë të ulta, me çka ishim për gjatë fundjavës, ku e shtuna zëmos, pati temperatura deri në 24 apo 25 gradë. Si shpjegohet ky i ftohtë që ka përfshirë Tiranën dhe vendin sot? Po, ndodhem, kjo javë ka marrë një kthesë për sa i përket kushteve të motit. Do të përballemi gjatë kësaj jave me një mot më të ftohtë, me temperatura më të ulta dhe do të jemi në ndikimin e rreshjeve të shiut dhe të dëborës për sa i përket ditës së sotme dhe mëngjesit të ditës së nesërme. Më konkretisht, për ditën e martë, presim që temperaturat minimale në Bregdet të shënojnë 7 gradë dhe ato maksimale shkojnë deri në 11. Në zonat e ulta, minimalet presim që të shkojnë 5 gradë dhe ato maksimale deri në 10. Ndërsa në zonat malore, presim që temperaturat minimale të shënojnë -3 dhe maksimale të shënojnë deri në 0 gradë. Do të postojnë vlerat minimale të temperaturave, një zbritje tjetër për sa i përket mëngjesit të ditës së mërkurë, prej 2 apo 3 gradësh, dhe më pas do të fillojnë të kenë një rritje graduale, dhe do të jetë dita e premte, ajo që merr edhe kthesën dhe fillojnë sërish temperatura më të larta. Fokusi për gjatë ditës sotme, pasditja pra dhe mëngjesi i ditës së nesërme, nata kryesisht do të jetë në zonat malore ku presim që të kemi rreshje në formën e dëborës, në veri, në lindje dhe në juglindje të vendit. Ndërkohë, Anira, kjo periudhë ose kjo javë të ftohtit më pas mund të rikthehet sërish sepse kam parasysh në fillim të prillit gjithmonë kemi temperatura shumë të ulta, madje shpeshherë në vendet malore edhe rreshje dëbore, apo me këtë javë mund të themi se e mbyllim me të ftohtin? Jo, është akoma shpejt për të thënë që e mbyllim me të ftohtin nëse e themi në tërësi, por temperaturat e javës që lan pas ishin ato, nëse mund t'i quajmë jashtë anormale, pra pasi ishin temperatura shumë të larta për stinën, për muajin që ndodhemi, sigurisht që vendosja e masave të ftohta dhe më pas të ngrohta janë tipike për këtë muaj, pasi është një muaj tranzitor, kemi kalimin nga muaji i dimrit nga stina e dimrit në stinën e pranverës dhe sigurisht që vendosja e masave të ngrohta dhe të ftohta është tipike për këtë sezon pra ku ne ndodhemi. Temperaturat e javës që lan pas ishin shumë të larta, 3 deri në 6 gradë në varësi të nën zonave klimatike ishin mbi mesataret shumë vjeçare, nëse i referohemi periudhës 60-90 dhe ishin 3 apo 4 gradë mbi mesataren e 30 vjeçarit që po lan pas 90-2020. Janë temperatura jo tipike pra, sepse ishin mbi norma, ndërsa temperaturat e kësaj jave shënojnë një rënje drastike, duke qenë se ato ishin shumë mbi normale, por do të jenë prezente për këto temperatura të ulta për gjatë këtyre 2 ditëve dhe dita e njëjtë do të sjellë një rritje graduale, e premtja ashtu siç e thash, do të sjellë edhe kthesën apo do të sjellë sërish rritjen e temperaturave. Në vendet malore do të ketë rreshje dëbore, por në Bregdet era pritet të shkaktojë probleme? Po, do të jetë për momente problematike era për sa i përket Bregdetit edhe zonave malore, pasi për momente do të shkojë deri e fortë për gjatë kësaj jave. Për sa i përket të rreshjeve, nuk presim që të kemi problematika të shtuara. Rreshjet pritet që të jenë të dobta, pothuajse në të gjitha qarqet, si në formën e shiut edhe në formën e dëborës. Por do të jetë dita e martë në mesditë ajo që do të sjellë edhe ndërprerjen e rreshjeve. Pra, prezente do të jetë për gjatë ditës së sotme, nata kryesisht është ajo që sjell edhe
sasi më të madhe të reshjeve, sërish ngjelemi në reshje të dobta dhe do të jetë mesdita e nesërme, pra ajo që do të sjellë dhe ndërprerjen e tyre. Anira, ju falenderoj për të gjitha informacionet e sjella në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.